Horoskopi ditor dhe diel 26 tetor 2025. Dashi, ka rrezik të bëni edhe ndonjë çmenduri gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift, vetëm për të mbajtur zgjuar gjithkohë zjarrin e pasionit. Beqarët adoleshent do jenë ata më shumë fat në dashuri, të tjerët do duhet ende të presin. Financat duhen pasur gjithkohës në vëmendje. Më mirë shpenzoni me kursim në mënyrë që të mos keni vështirësi më vonë. Demi, do ndjeni shumë të lumtur gjatë kësaj dite në krahët e atij që dashuroni, dhe shpesh do ju duket sikur në të vërtetë jeni në një ëndër. Beqarët do ja dalin të krijojnë një lidhje të qëndrueshme dhe afatgjatë. Çdo gjë do jetë më e bukur sot. Marrëdhënia juaj me paratë nuk do jetë shumë e mirë. Do shpenzoni pa u menduar as pak, dhe kjo mund të sjellë probleme serioze. Binjakët, duhet të kujdeseni më shumë për çështjet e zemrës gjatë kësaj dite. Kohët e fundit e keni lënë paksa pasdore atë që keni në krah. Dhe nëse vazhdoni me këtë mënyrë sjellje, do humbisni pak nga pak. Beqarët do kenë që në orët e para të mëngjesit disa takime, të cilat do ju emocionojnë pa mas. Në planin financiar do ju duhet patjetër ndihma e ekspertëve për të stabilizuar gjendjen. Gaforja, jeta juaj në çift nuk do të ketë asnjë problem gjatë kësaj dite. Do e plotësoni gjithkohës nevojat e njëri tjetrit. Beqarët nuk duhet të dalin me njëherë në përfundim, pa i njohur mirë disa persona. Mos bëni gabime për të cilat të mendoheni shpejt. Në financat nuk duhet kursesi të luani. Luajini gjendjen, të paktën në gjendjen që është. Luani, jeta juaj në çift nuk do të jetë gjatë gjithë kohës e qetë sot. Në disa momente nuk do bini dakord me ato që keni në krah dhe do debatoni. Beqarët do ndihen mirë ashtu si janë dhe nuk do e mbajnë as pak mendjen të krijimi një lidhjeje. Në fakt, edhe sikur ta bënit, mundësitë nuk do jenë të mëdha. Në planin financiar nuk duhet të rrezikoni shumë, dhe sikur gjendja të jetë e mirë. Virgjëresha, ditë mbushur me pasion dhe emocione të forta, kjo është sotme për të dashuruarit. Çdo gjë do shkojë për mrekullim nëpërmjet jush dhe atij që keni në krah. Nuk do keni më çfarë të kërkoni tjetër. Beqarët do vazhdojnë të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim impresionues. Të ardhurat do të vinë duke u përmirësuar. Do ndiqni një strategji strikte. Peshorja, ditë mjaft e qetë kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Lidhja juaj do jetë aq e fortë sa që asgjë nuk mund të aprish harmoninë dhe bashkëpunimin. Beqarëve do ju rrah zemra fort, pasi do të marrin një propozim të veçantë me një person që e kanë njohur për vitesh. Doni atë që ju thot zemra. Financat do i menaxhoni me shumë maturi. Akrepi, ditë shumë e veçantë kjo e sotme për të gjithë ata që janë në një lidhje. Qielli do ndryshojë mendimet, dhe çdo gjë do ecë për mrekulli. Edhe beqarët do jenë të privilegjuar sot, të takojnë pafund persona interesantë dhe me njërin mund ta hedhin edhe hapa më tej. Të ardhurat do të kenë përmirësime të vogla, do kryeni pa frikë edhe ndonjë shpenzim më shumë. Shigjetari, Neptuni do ju nxjidë të filloni projekte të përbashkëta me partnerin tuaj sot në mënyrën që të afroheni edhe më tepër me njëri tjetrin. Do njiheni edhe në një anë tjetër tashmë. Beqarët do jenë më të qartë për atë që duan të bëjnë në jetën sentimentale. Mundësitë për takime do jenë të mëdha. Me financat tregoni sa më të arsyeshëm, sepse po u përkeqësua gjendja, vështirëse do stabilizohet. Pritsjapi, shfrytëzoni sa më shumë që të mundeni sot kohën kur të jeni pranë partnerit. Flisni me të për çdo gjë që ju shqetëson, edhe për gjërat që ju bëjnë të ndiheni mirë. Beqarët nuk do kenë as pak fat, dhe do mbeten përsëri vetëm. Në planin financiar nuk duhet të bëni çmenduri, sepse po filluan problemet, vështirë se mund të mbarojnë kollaj. Ujori, fatmirësisht edhe për ju do jetë një ditë e bekuar nga yjet. Do kuptoheni mjaft mirë me atë që keni në krah. Do të hidhni edhe hapa më tej. Beqarët do marrin disa ftesa, por jo të gjitha do i pranojnë. Do jetë në dorën e tyre nëse do duan apo jo ta ndryshojnë statusin. Në planin financiar duhet të bëni sa më shumë kursim në mënyrë që të mos keni vështirësi as më vonë. Peshqit, do jeni me humor shumë të mirë gjatë kësaj dite dhe do i zgjidhni me mirëkuptim dhe mosmarrveshjet e vogla që keni pasur. Beqarët do takojnë persona interesantë, të cilët do uashtrojnë edhe më shumë dëshirën për të filluar një lidhje. Shumë shpejt do ndryshoni edhe status. Financat do jenë të privilegjuara gjithkohës. Mos u shqetësoni për këtë sektor.